E kemi parë si moderatore, këngëtare dhe së fundmi po e shohim si sipërmarrëse, por duket se Luana Vjollca do të rikthehet tek dashuria e saj e vjetër, moderimi. Zërat për një rikthim të saj në televizion po bëjnë gjithnjë më të fortë. Thuhet se ajo mund të shfaqet sërish në ekranin e Top Channel, aty ku nisi rrugtimin e saj mediatik, madje si e ftuar në programin Goca e Gra. Kujtojmë që është shtator 2025, gjatë një bisede virtuale me ndjekësit, ajo u shpreh kështu: "Sigurisht që do rikthehem në ekran sepse nuk di si të jetoj pa ju." Edhe pse nuk dha detaje për formatin apo kohën, mesazhi ishte i qartë: televizioni mbetet pjesë thelbësore e saj. Ndërkohë, në nëntor të po atij viti, ajo ngacmoi fansat me një pyetje në rrjetet sociale: "Pa më thoni pak cilin program doni?", duke lënë të hapur mundësinë për projekte të reja. Kujtojmë se ajo u largua nga Top Channel në vitin 2021 pas një rrugtimi 15 vjeçar. Në atë kohë e përshkroi këtë eksperiencë si një kapitull të rëndësishëm në karrierën e saj, duke e quajtur televizionin "Shtëpia ime".